Edhe këtë javë do të jemi në ndikimin e drejtuesit të tyre, pra Merkurit, i cili është në retrograd. Ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm që kësaj jave, se do na bëjnë që të kuptojmë ne vetë se cila është jeta, mënyra më praktike për ta krijuar jetën tonë, se për ta aplikuar jetën tonë. Kjo do thotë që mund të vazhdojmë që të kemi edhe kontradikta në vendin tonë të punës, mund të kemi kontradikta edhe me veten tonë në disa raste, dhe mund të kemi edhe pak vështirësi për të përmbajtur një strukture apo edhe një rutinë të shëndetshme. Për këtë arsye, shenjës së binjakut do t'ju këshilloja që të bëj një plan për gjatë gjithë kësaj jave. Dita e diel, pra dita e nesërme, mund të jetë shumë efikase për këto tema. Edhe pse Merkuri do të ketë një kënd negativ, që është drejtuesi i tyre, do të ketë një kënd negativ me Chironin, kjo nuk do të thotë që nuk mund ta përdorin. Mjafton që të mos marrin mendimet e të gjithëve, po të fokusohen tek gjërat që i dinë, ato që janë të sigurta. Kjo është mënyra e vetme që mund të shmangim problemet që mund të shkaktohen gjatë kësaj jave.